I thosha që motra ishte përgjithësia ime. Por dita ditës, ajo më binte dhe më mbushte mendjen që nuk mund ta mbaja mbi supe gjithë botën. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish këtë herë për të sjellë pranush një histori shumë të dhimbshme. Janë lotët e një vllaut për nënën dhe motrën e tij, për fjalën që nuk e mbajti dot dhe për shpresën e thyer. Ishte nata kur nëna ime mbylli sytë për gjithmonë. Dhe bashkë me frymën e fundit, më la një amanet që më rëndon edhe sot sigur në shpirt. Mos e lër motrën vetëm. Ajo të ka vetëm ty. Këto ishin fjalët e saj të fundit. Unë i mbaj mend si të ishin thënë dje, edhe pse kanë kaluar vite. Atëherë tundja kokën dhe qaja duke i premtuar se do ta mbaja motrën time sikur dy sytë e mi të ballit. Nuk e dija që një ditë do të bëhesha njeriu që do ta shkelte atë amanet. Pas vdekjes së nënës, shtëpia jonë u bë shumë e ftohtë. Nuk kishte më zë, nuk kishte më dritë. Motra ime ishte më e vogël, ishte më e brisht. Dhe më shikonte mua si të isha e vetmja mbështetje në botë. Në sytë e saj shihja frikë, por njëkohësisht shihja edhe besim. Në fillim u mundova. Vërtet u mundova. Punoja gjithë ditën. Bëja çfarë të mundesha për të mbajtur shtëpinë, për ta ushqyer dhe për t'i dhënë një jetë normale. Por jeta nuk është gjithmonë e drejtë. Borxhet u shtuan. Njerëzit filluan të më kthejnë shpinën dhe unë fillova që të lodhem. Jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Motra ime nga ana tjetër ishte bërë më e ndjeshme. Qante shpesh, kërkonte nënën. Dhe çdo herë që më thoshte, më mungon mami. Diçka brenda meje thyej. Por në vend që të bëhesha më i fortë për të, unë fillova të bëhem edhe më i ftohtë. Pastaj, pas shumë vitesh, në jetën time hyri dikush. Një gruaj që më bëri të ndjem përsëri gjallë. Më dha ngrohtësinë, më dha ndjesinë e një jete të re, por ajo nuk e pranonte motrën time. Nuk mund të jetoj me të. Ma thoshte shpesh, nuk duhet të mendojmë për veten tonë. Në fillim e kundërshtoja. I thosha që motra ishte përgjithësia ime. Por dita ditës, ajo më binte dhe më mbushte mendjen që nuk mund ta mbaja mbi supe gjithë botën. Edhe një ditë, unë u dorëzova. E mbaj mend sikur të ishte sot. I thash motrës që të bëhej gati. Ajo më pyeti se ku po shkonim, dhe unë nuk i dash përgjigje. E mora për dorë dhe e nxora nga shtëpia jonë. Nga e vetmja shtëpi që kishte njohur ndonjëherë. E çova në një lagje tjetër dhe aty e lash të vetme. Ajo më shikonte pa kuptuar.
Do kthesh apo jo? Më pyeti me një zë që akoma më ndjek në ëndra. Unë nuk fola. Nuk fola se nuk pata guxim. U ktheva dhe ika. Pa e kthyer kokën pas. Ajo ishte dita kur nuk humba vetëm motrën, por humba edhe veten time. Në fillim mendova se do të ishte më mirë. Jeta u bë më e qetë, nuk kishte më zëra, nuk kishte më lot në shtëpi. Por brenda meje filloi feri. Çdo natë shihja sytë e saj. Çdo natë dëgjoja zërin e nënës. Mos e lër motrën vetëm. Fillova të mos të fle e të mos të ha. Gruaja që kisha zgjedhur mbi familjen time filloi të më dukej e huaj. Nuk më sillte më lumturi, vetëm ma kujtonte gabimin tim. Dhe një ditë ajo u largua. Më la ashtu siç unë e lash motrën time. Dhe atëherë kuptova. E kuptova se jeta nuk fal, e kuptova se disa gabime fatkeqësisht nuk rregullohen dot. Fillova ta kërkoj motrën, kalova muaj, pastaj dhe vite. Pyeta njerëz, shkova në çdo cep ku mund të ishte. Disa më thoshin që e kishin parë duke lypur, të tjerë më thoshin që ishte marrë nga dikush. Por askush nuk më jepte një përgjigje të saktë. Dhe çdo ditë që kalonte, pesha në shpirt bëhej dhe më e rëndë. Një ditë pas shumë kohësh dikush më tha se një vajzë që i përshkruante motrës sime ishte pranë në një stre pa njerëz dhe pa shtëpi. Shkova me zemrën që më rikte fort. Kur hyra, e pash. Ishte ajo. Por nuk ishte më motra ime e vogël. Sytë e saj nuk ishin më atë pafajësi. Ishin të ftohtë e të lodhur nga jeta. U afrova ngadalë duke pyetur: "A më njeh?" I thash me zë të dridhur. Ajo më pa drejtë në sy dhe heshti për disa sekonda që më duken si vite. Pastaj tha: "Si mund të haroj njeriu që më hodhi të rrugë?" Këto fjalë më pren më thellë se çdo thik. Ula në gjunjë përpara saj, isha i gabuar. "Më fal, të lutem, më fal." Por ajo nuk qau, nuk bërtiti, vetëm u kthye dhe u largua, siç u largova unë dikur nga ajo. Sot jetoj me atë dhimbje. Amaneti i nënës nuk ishte thjesht një fjalë. Ishte një besim që unë e tradhtova. Njerëzit mendojnë se dënimi është burgu apo varfëria, por jo. Dënimi më i madh është jetosh me ndërgjegjën që ke shkaktuar dhe ke shkatëruar dikë që të donte pa kushte. Dhe unë do ta mbaj këtë peshë deri në fund të jetës time. Nëse dikush po e dëgjon këtë histori dhe ka dikën pranë që e don, mos e lër kurrë. Sepse disa njerëz nuk kthehen më dhe disa gabime nuk falen kurrë.